Ndështimi i formimit të qeverisë për herë të dytë dhe shkuarja në zgjedhje të parakohshme pa ratifikim të marrëveshjeve ndërkombëtare me Bashkimin Evropian dhe ato me Bankën Botërore rrezikon t'ia humbë Kosovës rreth 200 milion euro. Blendi Hasaj, drejtori i Institutit GAP, tha se shkaku i vonesave që janë bërë në nisjen e zbatimit të këtyre kredive rrezikohet seriozisht humbja e tyre, e veçanërisht nëse do të ketë zvarritje të themelimit të institucioneve edhe pas zgjedhjeve të parakohshme, që është paralajmëruar se mund të mbahen në dhjetor. Mos ratifikimi i marrëveshjeve me Bashkimin Evropian për planin e rritjes po e pamundson arktimin e parapagesës dhe disbursimin e këstit të parë për masat e zbatuara sipas kësaj marrëveshjeje dhe humbjen e një mundësie të rëndësishme për të rikthyer besimin e Bashkimit Evropian dhe qytetarëve në përkushtimin e institucioneve të vendit ndaj procesit të integrimit evropian. Vendi pritet të hyjë në vitin 2026 pa miratim të buxhetit. Por nëse zgjedhjet mbahen në muajin dhjetor, sipas ligjet për menaxhimin e financave publike, mund të bëhet zgjatja e buxhetit për 2 muajt e parë të vitit fiskal, bazuar në atë të vitit paraprak. Zgjatja edhe për muajin mars do të mund të bëhet vetëm me aprovim të Kuvendit të Kosovës. Por nga shoqëria civile u kanë bërë thirrje partive politike që të bashkëpunojnë e që vendi të mos rrezikojë të mbetet pa buxhet. Profesori i ekonomisë Berim Ramosa ju shpreh se kuvendi mund ta shmang kolapsin financiar ekonomik. Për zgjatje buxhetore ka ingerenca kuvendi i Kosovës, nëse nuk ka qeveri, që të propozojë një zgjatje buxhetore për 3 muaj, gjë që unë mendoj se ndoshta do të ishte qasja më racionale tani për tani e deputetëve të zgjedhur të Republikës së Kosovës, që atë zgjatje buxhetore mund ta bëjnë edhe me propozimin e deputetëve. Tash mbetet në dorë të presidentes së vendit nëse do të kërkojnë nga deputetët e kuvendit që të miratojë zgjatjen e buxhetit për 3 muajt e parë të vitit të ardhshëm para shpërndarjes së kuvendit. Koha ka kërkuar nga presidenca sqarime nëse do të kërkojë një gjë të tillë, por nuk ka marrë përgjigje të mërkurën. Nëse deri në mars nuk themelohen institucionet e reja, arka e shtetit do të bllokohet, duke rrezikuar pagat për shërbyesit publik, pensionet, shtesat për fëmijë, asistencën sociale, furnizimin me barna dhe funksionimin e organeve të rendit dhe të sigurisë.